Me Ambra Reshitin, futbollistin e shpallur, talent i vitit për vitin 2025. Ambra urime. Faleminderit. A është bukur kur merr një vlerësim? Është shumë bukur me ta drejtën, sepse jena një moshë që du të marrim kështu vlerësime që puna jonë mundi djerë sa sakrificat që bëjmë çdo ditë vlerësohen dhe kur marrim çmime të tilla jena shumë falënderues dhe shumë të lumtur gjithashtu. Unë ngjitet me skenën e teatrit Mexhenit për të marrë këtë çmim. Besoj që kishit emocione atë mbrëmje të fundjetorit. Po patjetër emocione shumëta sepse në sallë ishin njerëz me shumë vlera sporteve ndryshme, legjenda dhe Avenir Dania që ma mu çmimin është një legjendë e portës të vllaznisë gjithashtu edhe të kombëtarës dhe për mua është ner dhe privilegj gjithashtu. Me gjatë momenti më i bukur besoj ishte kur edhe presidenti i vllaznisë, kur dorëzoi çmimin me Gidoçit të thriti edhe ty në skenë. Po, nuk e priqa me të thënë drejtën, por shumë faleminderit dhe ishte një vlerësim nga ana e tij për mua. Presidenti me thënë drejtën gjithmonë na qëndron pranë dhe për këtë du ta falenderoj. Por besoj që presidenti është më i rëndësishmi sepse ai kontribon shumë që sporti shkodran kryesisht tek vajzat të rritet dhe kjo vlen edhe për mua. Si ka qenë viti 2025 për Ambrën? I keni realizuar pritshmëritë tuaja apo ndoshta keni pritur edhe diçka më shumë? Me thënë drejtën i kam realizu gjitha, që gromullimet me kombëtarët, ndeshjet e lujtuna, pothuajse i kam luajt gjitha të plota, faleminderit Zotit në radhë të parë. Gjithashtu fitum kampionatin me ekipin të majave të vllaznisë dhe të U17 gjithashtu. Mora pjesë tek topi i art të talenti i vitit, u nominova, pavarësisht se nuk e fitova. Gjithashtu fitova edhe çmimin talentja e vitit dhe të më të mirë të Shkodër. Besoj që i arrita ato pritshmëritë e mia, qëllimet e mia. I keni arritur për vitin 2025, por për vitin 2026 besoj që i keni vënë shumë objektiva vetes. Po, patjetër që po. Normalisht para është fitimi i Kupës Shqipnisë me ekipin e femnave dhe të maja. Pastaj edhe kampionatet si me ekipin e parë dhe U17 pa dyshim dhe normalisht pjesëmarrje me kombëtarën, kontribut sa më e madh me sa mundësi të kem, por gjithashtu tek topi i art synoj që këtë vit ngjitem skenë, jo vetëm të jem e nominuar. Shumë ambicie për një vajzë 15 vjeçare. Duke që e keni marrë shumë seriozisht sportin e futbollit. Po, sepse të merresh me futboll, me thënë drejtën, është shumë e vështirë, është sakrificë, sepse jena një moshë që kena edhe shkollën edhe futbollin paralel dhe mundona që ti alternojmë të dyja bashkë dhe është e vështirë me thënë drejtën. Duke që keni shumë pasion për futbollin. Nga i vjen ky pasion? Po, shumë pasion. Unë kam filluar futbollin në një moshë të vogël, 8 vjeçë e gjysmë diçka. Nga u frymëzova nga motra jeme që tani ma nuk luaj ma futboll për arsye të ndryshme, por e fillova si me thënë si për qejf, si kështu gjithë kena filluar me thënë drejtën. Pastaj lindi dëshira, pasioni, egoja më e madhe, të ushtu dita ditë, vitin vit dhe kalova tek ekipi i djemve të bashkimit, që gjej rastin ta falenderoj shumë profesorin Ervin Alushi dhe masanaj në gusht të 2024 edhe tek vllaznia, ku tani më jam pjesë. Hapet e parë pra keni hedhur tek KF Bashkimi. Ka qenë vështirë të ambientohesh me futbollin e djemve, sepse jeni stërvitur me djem një farë për ju. Ka qenë vështirë për ju të ambientoheshit, të luanit? Po, them drejtën fillim po, por masanaj u ambientova dhe mora veten, si me thonë, për shtata dhe me futbollin e djemve, se lush me djem nuk është e thjeshtë, se sado që t'jesh e mirë, sado fort që t'kesh, nuk vëhet ndryshim forca e djemve me atë vajzave, por që jam përshtatë shumë mirë dhe kam gjetë veten në atë ekip dhe masanaj mas disa vitesh u bashkuan mas disa muajsh u bashkuan edhe vajza të tjera, ku arrit me deri në 5 vajza, jo më shumë fatkeqësisht, por që masanaj edhe u lehtësuan gjanat më shumë. Dhe tek vllaznia besoj që është histori tjetër, është tjetër organizim, tjetër rëndësi. Po, normalisht, sepse dihet kush është vllaznia, dihet emri i vllaznisë dhe
puna është ndryshe vllaznia, sepse po stërvitem për ditë me vajza profesioniste, sepse kur bëj stërvitje ose jam pjesë e ekipit në ndeshjet e ekipit të madh, për mua shumë e rëndësishme, sepse stërvitem me emra të mëdhenj të futbollit femnave në Shqipëri dhe për mua kjo është një plus normalisht. Presidenti Matia gjatë ceremonisë me të mirën e vitit 2025 foli me superlativa dhe ndoshta edhe premtimin që brenda 2-3 vitesh Amber Reshidi do të jetë me bindje të plot portiere kombëtare shqiptare. Duket që shef diçka tek ju. Po, patjetër që po. Shpresoj që shumë shpejt dhe më afër, pse jo, jem pjesë e ekipit A të femnave të Shqipërisë, sepse moshave tani më jam. Por për të arritur këtë gjë normalisht duhet shumë punë, duhet shumë mund, sakrificë dhe unë nuk ndaloj asnjëherë se punoj për të arritur atë gjë. Amber, për të marrë në futboll, besoj që bëni një pak sakrifica. Ju jetoni në një fshat periferi të Shkodrës, rruga me bicikleta, diell, shi, ftoft, ju nuk mungoni në stërvitje asnjë ditë. E vërtet, jam nga fshati Bardhaj dhe nuk është e lehtë që të vesh në stërvitje çdo ditë, 5 herë në javë, plus ndeshje, plus aktivitete tjera dhe falenderoj familjen time se më kanë qenë pranë çdo moment, në veçanti motrën time, se e kam si shofere personale dhe i falenderoj shumë sepse në çdo lloj moti apo çdo lloj situate më kanë qenë pranë dhe shpresoj që do më qëndrojnë pranë edhe në të ardhmen. Dhe kush është njeriu që gëzohet më shumë kur Ambra ka një sukses? Gjithë familja normalisht, por në veçanti motra ime. Ajo është edhe me kritikë? Po. Edhe babaj, po motra më shumë. Janë gëzuar kur morë çmimin talent i vitit? Normalisht janë shumë të lumtur sepse të pa fëmijën e tyre që tu arrit suksese të tilla, normalisht edhe puna e tyre, si më thon, mundi i tyre, po shpërblehet dhe kjo është normalisht një lumturi e rrallë për ato dhe për mua normal. Cili është gëzimi më i madh deri tani për Amber Reshidi në karrierën e saj? Besoj që fitimi i kampionatit me U17, por edhe me ekipin e parë normalisht. Por tek U17 jam aktivizu vetë dhe kam pas më shumë, rol. Dhe normalisht ajo deri tani është më e rëndësishme. Dhe në një moment vështirë keni pasur kur ndoshta keni menduar edhe të heqen nga futbolli? Shiko, unë jam hala një moshë vogël, por që normalisht kena ditë tek qia që menojmë që të lojmë futbollin jo, por që ndoshta demoralizon disi, por e mira është që gjejmë atë forcën që të ringryhemi përsëri dhe të vazhdojmë edhe më fort. Ambra, sot shumë prej trinjve, trejave zgjedhin mënyra të tjera për të jetuar, jo për të marrë me sport, sepse ndoshta shohin kohë të humbur. Për Amber nuk është kohë e humbur sporti, futbolli? Jo, absolutisht që jo, nuk është kohë e humbur, përkundrazi. Unë mendoj që me futbollin do të bëhem dikush i njëjtë, do e përfaqësoj kombin shqiptar sa më lart të ke mundësi dhe kur ta bëj këtë gjë do jem shumë e lumtur dhe shumë krenare, sepse të merresh me sport përveç se është shumë e mirë për shëndetin e gjithë secilit prej nesh, por edhe shpresoj që del dikush i njëjtë dhe emri jot thritet nëpër stadiume të mëdha dhe unë këtë e kam honor që unë të luaj në stadiumet e mëdha të Europës, por normalisht edhe në Shqipëri. Dhe vllaznia, çfarë është aktualisht për Amber Reshidin? Vllaznia është gjithçka deri tani, sepse vllaznia po më jep atë që një futbolliste do i duhet, po punoj shumë, po sakrifikoj shumë dhe vllaznia po më qëndron pranë për të arritur ato objektivat dhe ëndrat e mia që kam për të ardhmen. Ambra, faleminderit dhe shpresojmë që vlerësimi i vitit kaluar të mos jetë i vetmi. Shpresojmë që të keni edhe shumë të tjerë, sepse karriera juaj sapo ka nisur. Shumë faleminderit për ju.